kam punuar për një farë periudhë në televizion, edhe e gjej pak të pavend mënyrën se si është zhvilluar showbizi në Shqipëri. Sidomos showbizi i cili bazohet tek njerëzit që vinë nga një botë artistike, njeriu në thjesht, si njeriu i thjesht papritur gjendet përballë ekranit, edhe nuk di se ç'të bëj me famën e tij, nuk di si ta adresoj atë, nuk di se çfarë të kërkoj nga vetja, nuk ka një drejtim qoftë artistik apo intelektual, është diçka që le të themi shpërthen përpara fytyrës së njerëzve në të gjitha ngjyrat e veta pa filtra. Kjo është interesante, por është gjithashtu e rrezikshme për njeriu. Si mund të konsumojmë dhe le të themi ti mbledhim të rinjt përpara ekranit dhe t'i ofrojmë thjesht historira dashuriçka ashtu çuditshme në ekran, domethënë edhe le të themi të zbulojmë prej tyre identitetin në një mënyrë gati laboratorike, se në thelb është një laborator i emocioneve, ndjenjave që fabrikohet, montohet dhe transmetohet për publikun e gjerë. Edhe njeriu është aty një krijesë vogël e përdorur në ato drita, është